E mira është që Gjermania dhe Evropa e kanë kuptuar këtë problem dhe që po përpiqen të zgjidhin atë, ndërsa e keqja që Gjermania dhe shumë vende të tjera në Evropë në radhë të parë në Bashkimin Evropian kanë shumë shpesh probleme tepër të mëdha në furnizimin me disa ilaçe që në veçanti shihet në kohën e përhapjes së virusëve e më të shpeshtat janë mungesat e antibiotikëve dhe ilaçeve kundër temperaturës, por edhe kundër dhembjeve. Por ka dhe probleme dhe me ilaçe të tjera, në veçanti ato vitale për jetën e njerëzit. Po pse? Prej vitësh një numër i madh i kompanive kanë zhvendosur prodhimet e tyre jashtë vendeve, për shkak të lëndëve të para, por edhe për shkak të kostove tepër të larta në prodhimin e këtyre ilaçeve në Evropë. Në 2 dekadat e fundit më së shumti është zhvendosur për shembull prodhimi në Indi dhe në Kinë, e që si pasojë ka pasur madje edhe mbylljen e disa fabrikeve në Evropë. Për shembull, prej vitit 2000 deri më sot është zvogluar kapaciteti i prodhimit të disa ilaçeve në Bashkimin Evropian nga 59 në 33%. E keqja është që edhe tani, akoma pra, ka fabrika që flasin se do të mbyllin dyert dhe prodhimin e tyre në Gjermani, por dhe në vendet e tjera. Kështu, vetëm vitin e kaluar, gati 80 deri në 90% e disa ilaçeve në tregun evropian kanë ardhur nga Azia, në radhë të parë nga Kina. Kjo varëshmëri ka shkaktuar vitet e kaluara pra mungesa të shumta të ilaçeve. Për të evituar këto probleme serioze, në furnizimin me medikamente në Bruksel janë mbledhur përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe kanë hartuar disa rregulla të reja me shpresë se edhe do të japin fryt. Nëse në të ardhmen mungon ndonjë ilaç në disa vende të Bashkimit Evropian, atëherë ato do të japin përparësi përdorimit të ilaçeve të prodhuara në Evropë e do të bëhet përpjekje edhe për përmirësimin e rrugëve të furnizimit me medikamente nga vende dhe kontinente të tjera. Të ashtuquajturat projekte strategjike në të ardhmen do të lejohen dhe do të futen në përdorim më shpejt, në mënyrë që të sigurohen ilaçet pra. Vendet duhet të bashkëpunojnë mes vete për të siguruar ilaçe bashkë. E kjo vlen në veçanti për ilaçet për sëmundje më të rralla dhe tepër të rënda, për të cilat vendet nuk kanë nevojë për ilaçe masive. Kështu që nëse ato bëhen bashk, mund të marrin kontingjentet e duhura për disa vende për njëherë. Për shembull, për antibiotik të caktuar dhe për antitrombotik, pastaj edhe për ilaçe kundër llojeve të ndryshme të kancerit, si dhe për ilaçet për shkak të problemeve me qarkullimin e gjakut dhe për zemër. Këto ilaçe nuk përdoren pra në mënyrë masive, ndaj edhe ka probleme në furnizime për vendet një nga një. Ndërshkaqet për mungesën e një grupi goxha të madh të ilaçeve është pra që prodhimi është koncentruar vetëm në disa vende, e ku ka edhe pengesa të mëdha me furnizimin me këto ilaçe, siç ka qenë për shembull në kohën e pandemisë korona, në kohën e mbylljes e tjera, atëherë pra ka qenë vështirë dhe në kohrat e tjera është vështirë që vendet të furnizohen pra edhe në tregun evropian. Ndaj, vendet të BE-s tani po përpiqen pra të gjejnë një rrugë të përbashkët për furnizim sa më të mirë. Shpresojmë shumë që do të kenë sukses, sepse tek disa sëmundje mungesa e ilaçeve mund të ketë edhe pasoja tepër të rënda, madje edhe për jetën. Faleminderit dhe mirupafshim.